Kornizat ligjore dhe rregullimi i mjedisit financiar për kriptoasetet dhe paranë digjitale u diskutua në konferencën rajonale të organizuar nga Banka Qendrore e Kosovës në kryeqytet. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, theksoi se zhvillimet teknologjike në financa nuk janë më koncepte teorike. Asetet kripto, stablecoins, asetet e tokenizuara, financat e decentralizuara, pagesat e menjëhershme, kuleta digjitale dhe inteligjenca artificiale nuk janë më koncepte të larta apo teorike. Ato janë gjithnjë më shumë pjesë e agjendës së politikave për bankat qendrore dhe industrinë financiare. Ai shtoi se për Kosovën këto zhvillime janë të rëndësishme për shkak të ekonomisë dhe synimit për t'u afruar me standardet evropiane. Ndryshimet në këtë drejtim i komentoi edhe ministri në detyrë financave Kuran Murati. Kriptovalutat, teknologjia blockchain dhe financat e decentralizuara nuk janë më tema abstrakte vetëm për përdoruesit e hershëm, por janë bërë pjesë e rrjedhës kryesore që po riformëson financat dhe tregtinë. Sipas tij, teknologjia transformoi edhe funksionimin e financave. Murati tha se institucionet kanë përgjegjësi të sigurojnë që këto zhvillime të shoqërohen me politika mbrojtëse, transparencë dhe masa kundër pastrimit të parave. Në konferencë mori pjesë edhe përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Tobias Adrian, i cili kryesisht foli për rëndësinë e parave digjitale. Paraja digjitale dhe financat e tokenizuara janë shumë qendrore për të menduar për të ardhmen e sistemit financiar. Konferenca synon të shërbejë si platformë për shkëmbimin e përvojave dhe avancimin e politikave që lidhen me transformimin digjital të sektorit të financave në rajon.